Përshëndetje. Mirë se erdhe në Elite Way. Faleminderit. A pritoj me shku në për intervista, Toni? Jo, mara. Apo të thirin Toni, apo Toni? Dyat kanë ja, po Toni, zakonisht më thirin Toni, po. A je i hapur ndaj mediave, sepse kemi pa shumë banor që kur dalin stepër me dalin media, ka nevoj me pushu pak. Qëre, unë e thash që normal ku të flen shpirti, duhet me shku, edhe ku është vajbi, që nëse ku pranu me artë ti, do të thotë që i vlerësoj shumë. Faleminderit, që vlerësojmë edhe ne, kështu që edhe ndryshimin dhe konceptin e emisionit po filloj me ty, po shpresoj që i ki kamën e mbarë. Zakonisht më thonë që po, ashtë im varët pej pyetje, më varët pej konceptit, se alo nuk e kom po, alo nuk ma ke tregu konceptin. është surpriz. Oke, nice, pra. A ka ndonjë pyetje që ti step është me ja përgjigje? Po dhe ju, më varët pej pyetje, tash, sa keni... Sot në Elite Way duhesh me u përgjigjë. E këta mikrofonat e vegjera, po të mungojnë? Shqyqo që nuk e kom pas, se me një moment të desh kemi ndru bateria shpesh, që shkojnë ato zakonet e bigut, po përndyshe jo, po nice, po më mirë me këmish, kështu që okej. Ta shojmë sot që ka do ndodhë, po gjithsesi nëse të mungojnë mikrofonat, ne pojtojmë regjisme ta japë dhurat një mikrofon, kështu me vendos në përshpe. Okej. E ta ne, po afrohemi drejt studios, dhe do të përballësh me komentet që janë thënë për ty në botën virtuale. Okej. Sepse Toni në Elite Way, për para se të flasim ne dhe ta përshëndesim publikon, flasim vetë ata. Që përgjigjemi mendimeve të tyre. Okej, dhe më thonë do na me zgjedh një pyetje publikut. Okej. Okej, Qa ndej po mdo këtë po të shkojnë shikimet? Po janë edhe kjo këtu, po dhe ajo ku ka diçka ma interesant. Zgjedhe njonën? Okej, për marë pra Nadina 2298, nëse nuk ka bëj. Okej. Ty bebenita s'ka pas as pak dashni në ta, vrejet, amo bia e ka dasht. Interesante. A mendojnë që ka pas bia dashuri për ty? Nuk besoj që ka pas dashni, besoj që u konë ma shumë një loj ego, tërmjet me edhe bijës. Do të thotë edhe ti ki pas ego ndaj bijës, jo vetëm bija ndaj teje. Po, normal konë cilë me mujtë ego në tjetërit, se ja kemi kuptu lojë një një tjetërit, edhe patëm vazhdu në këtë ritëm, po përndryshe a ka pas dashni du të me vetë ato. Për zgjedhje tjetërën une, leje një vajzën 18 vjeqare rahat. Çka mendoni ju? Dhe Jani 33 vjeç me 2 fëmijë me pas qenë i mirë i kishte najt gruaja. Okej.